kur prindrit përdorin fëmijën si armë. Kur dy prindër të rritur nuk mundet më të durojnë njëri tjetrin. Nuk duhet të vënë fëmijën e tyre në mes. Por shpesh ndodh, kur martesa po shëmbet, fëmija bëhet armë. Shiko si nuk të merr babi në telefon. Baba yt nuk të paguan. Mamaja jote nuk të do sa duhet. Shiko mamas tënde, apo ke gjarë mamas tënde. Dhe të gjitha këto që fëmija dëgjon hesht. Por brenda tij ndodh një luftë. Ai nuk di këtë blojë, nuk di këtë zgjedhë. Nuk di si të mos ndihet fajtor, sepse fëmija nuk mund të ndahet në dysh. Ai është gjysma e nënës dhe gjysma e babait. Kur ti fyen prindin tjetër, fëmija dëgjon, po thyet një pjesë e tij brenda. Kur e detyron të zgjedhë atë, ti po mëson se dashuria është luftë, është kusht, se dashuria ka çmim. Divorci nuk është tragjedia më e madhe. Konflikti i vazhdueshëm është tragjedia e madhe. Një fëmijë mund të rritet në 2 shtëpi dhe të jetë super i shëndetshëm, por nuk mund të rritet i shëndetshëm në mes të një urrëtie, ose përdorni fëmijën për të ndëshkuar ish partnerin tuaj. Ai është një qenie që ka nevojë për siguri dhe për paqe. Për të dy prindrit, dhe nëse nuk e duan më njëri tjetrin, atë duhet ta duan më shumë se egon e tyre. Ndarja mund të jetë e dhimbshme, por shkatrimi emocional i një fëmije është akoma më i dhimbshëm. Nëse nuk mund të jeni dot një çift, të paktën duhet jeni dy të rritur. Që e bët me vedije këtë fëmijë, sepse një fëmijë nuk mund mbaj peshën dhe luftën që ngrejnë dy të rritur. Dhe nëse vazhdoni ta përdorni si armë fëmijën tuaj, mos u habisni kur një ditë ai të mos zgjidhë asnjërin prej jush.